Ka njerëz cilët edhe kur hanë një çumçakiz atë letrën mbështjellëse nuk e hedhin në rrugë, po e mbajnë në xhep derisa mbrinte një kosh dhe vetëm pastaj e hedhin. Ka dhe nga ata që edhe plerat e shtëpisë vet i flakin rregullisht nga balkoni duke bërë pis gjithë lagjen e rrugën për gjithë njerëzit. Kjo është ndarja e jo vetëm e të pastërve me të papastrit apo të qytetarëve nga ata që s'janë qytetar, po edhe dy botë kuptimeve. Të parët nuk duan t'i dëmtojnë të tjerët në asnjë mënyrë, qoftë edhe me një letër çumçakizi. Të dytët shfrytëzojnë çdo rast për t'i dëmtuar të tjerët, si të munden ata, edhe e bëjnë. Të parët, ata që nuk i hedhin letrat e çumçakizit, veprojnë kështu edhe kur vjen puna tek gjëra të tjera. Fjala vjen nëse kanë një kritikë apo një fjalë të ashpër për t'ia thënë dikujt, ata ja thonë në kohën e duhur, në vendin e duhur. Si thua te koshi. Kurse të dytët, ta të plerave nga balkoni, këta hynë në internet edhe njerëz që nuk i njohin fillojnë t'i lajnë me fise me farë, t'i shajnë, t'i mallkojnë, të pështyjnë, të vjellin. Është natyra e tyre disi e neveritshme që i karakterizon. E gjithmonë mbas anonimitetit, siç ai që i hedh plerën nga balkoni, mbas i hedh menjëherë fshihet se nuk do që ta dinë të tjerët. Nuk e di pse, ndoshta si kanë dashur kur kanë qenë të vegjël apo si kanë përqafuar apo vetë urrehen një farsoj, por kështu e dim që ka njerëz të mirë dhe njerëz të këqij.